Rrëmbyesi i avionit që çuditërisht u zhduk dhe nuk u gjet më kurrë. Më 24 nëntor të vitit 1971, një burr rreth 40-tave, i cili ishte prezantuar si Dan Cooper, bleu një bilet për të fluturuar me Northwest Orient Airline, numër 305, udhëtim që çonte nga Portland, Oregon, drejt Seattle në Washington, një udhëtim që zgjat rreth 30 minuta. Cooper, dukej si një biznesmen, ishte i veshur mirë, në një mënyrë elegante. Ai kishte veshur një kostum të zi, këmish të bardhë dhe një gravat të zezë. Pas disa minutash nga ngritja e avionit, burri misterioz shtypi butonin, duke kërkuar asistencë. Kur njëra nga hostes ju afrua, ai i tregoi një valixhe, ku brenda saj kishte një objekt të çuditshëm me disa fije të kapura në të dhe në anë të valixhes. Material që dukej qartë që ishte një eksploziv. Asistentes së fluturimit sa që nuk i ra të fikt, por ai e këshilloi mos të shqetësoj dhe të ndiqte udhëzimet me përpikmëri. Kërkesat e tij ishin mjaft të qarta. Burri kërkonte $200,000 kesh, shifër e barabartë me $1,5 milion sot. Ai kërkoi gjithashtu 4 parashuta, një kamion plot me karburant i cili duhet të ishte i gatshëm në mbërritjen e tij në Seattle, në mënyrë që pasi të mbushte sarbatorin e avionit të fluturonte sërish drejt destinacionit të pathënë në atë moment. Për të ruajtur sigurinë e pasagjerëve, kërkesat e tij u pranuan. Pasi mbritën në Seattle, avioni u ul dhe u mbush me karburant. Asistentja, pasi shkoi dhe mori parat, ja dha që të gjitha, në dorë. E kështu, burri misterioz la pengje të dilnin nga avioni, por përveç pilotit dhe 2 asistentëve të tjerë, sepse ai i kishte bërë mirë llogarit. Pasi avioni u ngrit, burri dha urdhër që të ecte drejt Meksikës, ku në Nevada do kryeni një furnizim të dytë. Madje ai kërkoi që avioni të fluturonte në kuot të ulët dhe me dyert e prasme komplet të hapura. Fluturimi duhet të ishte jo më shumë se 3000 metra lartësi, në mënyrë që t'i siguronte shpejtësinë e duhur. Ishte një natë e errët, binte shi dhe bubullimat duket sikur t'i bënin niso ngjarjes. Aty mes fluturimit, pa arritur në Nevada, burri misterioz u hodh me parashut, bashkë me $200,000 dhe nuk u gjet më kurrë. Njeriu misterioz u bë një nga të kërkuarit numër 1 të FBI-t. Identiteti i tij mbeti një mister dhe për FBI-n çështja u mbyll në vitin 2021, pa u mundur të zgjidhet misteri në fjalë. Si ka qenë fati i tij? U mbyt? U vra apo jetoi? Askush nuk e di. Në vitin 1980 një djalë i ri gjeti një tufë parash të kalbura, të cilat numri seris përkonte në mënyrë eksakte me parat që ishin dhënë Don Cooperit. Kjo pako u gjet në brigjet e ujrave të Kolumbisë. Mundet që të mos ja ketë dalë, apo ndoshta ka lënë veç një grusht para për të humbur gjurmët. Enigma vazhdon.